Soda e bukës, sekreti që trajton këto tre probleme përgjithmonë. Ja si ta përdorni. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinë ose në frigorifer. Përveç përdorimeve të saj tradicionale, të paktë janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera të larta terapeutike dhe mund të sjellë një sër përfitimesh të rëndësishme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë ajo përdoret në kujdesin e duhur dhe në sasinë e duhur, përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Pasi bie në kontakt me substancën acidike siç është për shembull edhe uthulla ose kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohet gjithashtu kundër një sër komplikacionesh siç është për shembull artriti, tretja e dobët, infeksionet ose urthi. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton gjithashtu edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një element ushqyes edhe kundër problemeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të tretur në ujë ndihmon në neutralizimin e aciditetit hidroklorik dhe eliminimin e dhimbjeve të urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë gjithashtu në çlirimin e gazrave dhe largojnë problemet e fryrjes, duke cilësuar kështu edhe sodën e bukës si një prej alternativave më të çmuara në dobi të organizmit tuaj. Soda e bukës është një rregulluese shumë e mirë e pH-it në organizëm. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë komplikacioneve siç është për shembull osteoporoza, ndikimi i radikaleve të lira në organizëm, të cilat lulëzojnë kështu në mjedise acide dhe me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien e organizmit. E ushqen trupin tuaj me shumë energji dhe mban larg gjithashtu edhe infeksionet. Soda e bukës është një alternativë shumë e çmuar edhe kundër inflamacioneve. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë komplikacione. Toniku me sodë buke ndihmon kundër aciditetit të lartë urik edhe problemeve të ngjashme. Ndaj përdorime të tilla të sodës së bukës në dietën tuaj mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë. Soda e bukës është një alternativë e çmuar kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe, gjithashtu edhe uji me sodë buke, rekomandohen në ndjeshëm kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës do të ulë kështu aciditetin e lartë në urinë dhe do ju ndihmojë kundër këtyre komplikacioneve. Soda e bukës do ju ndihmojë të keni më shumë energji dhe më shumë gjallëri. Kur kryeni aktivitete fizike, atëherë kur keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota ujë me një gjysmëlugje çaji sodë buke, atëherë një lugë çaji krip i shtuar në të, siç është kripa Epsom, mund të jetë një zgjidhje edhe me kombinimin e një lugë me mjalt për të marrë të gjitha mineralet e duhura pas një dite të lodhshme në palestër ose në ushtrime fizike. Uji me sodë buke dhe limon është një përbërje fantastike në dobi të shëndetit. Për sa kohë ato përdoren si duhet dhe brenda normës lejuar, përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Të shumtë janë ata që e kanë quajtur tonikun me ujë me sodë buke një recetë të mrekullueshme dhe të dobishme në vlerat e organizmit tuaj. Limoni është shumë i fuqishëm në luftën kundër bakterieve dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut dhe aciditetit të tepërt, duke ju ndihmuar që të ktheni energjinë e duhur dhe të largoni gjithashtu edhe problemet që shkakton aciditeti i tepërt në organizëm. Për sa kohë këto përdoren me kujdes dhe brenda normës së lejuar, do t'i bëni ballë një sër komplikacionesh. Soda e bukës do të ekuilibrojë tensionin e gjakut dhe do të përmirësojë shëndetin tuaj. Por ka disa raste kur duhet të tregoni kujdes nëse zgjidhni të përdorni këtë recetë. Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet të teprohet në dietën tuaj. Nëse vuani për shembull edhe nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensionit, edemat, atëherë nuk duhet të pini ujë me sodë buke, pasi mund të ndikojë ndjeshëm në gjendjen tuaj.
Nëse jeni shtatzan ose lehon, nuk duhet gjithsesi ta përdorni këtë recetë. Mos e pini tonikun me sodë buke, gjithashtu nëse jeni të vegjël, nëse po merrni ilaçe të caktuara dhe gjithashtu nëse sapo keni ngrënë. Këto janë rregullat kryesore për të gjitha ata personat që do të preferojnë të zgjedhin në recetat e tyre këtë përbërje. Soda e bukës është një recetë fantastike ushqyese në dobi të shëndetit, por sa kohë ajo përdoret me kujdes dhe brenda normës lejuar, përgatituni të merrni përfitimet e saj dhe t'i bëni ballë një sër komplikacionesh. Veç përdorimeve të shëndetit, soda e bukës është një pastruese efektive. Rezultatet e saj janë edhe të vërteta dhe magjike. Në të njëjtën kohë, do t'ju kursejë shumë shpenzime të panevojshme pasi kostoja e sodës së bukës është vërtet e ulët. Përveç gatimit, soda e bukës ofron përdorime të ndryshme që do ju ndryshojnë jetën tuaj të përditshme. Soda e bukës është një pastruese efektive për lavamanin. Shërben si një pastruese shumë e dobishme për lavamanin. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni me një sfungjer. Mund t'i shtoni edhe lëng limoni. Të tjerët gjithashtu rekomandojnë sodën e bukës si një prej mënyrave më të mira për të pastruar tubacionet e lavamanit tuaj. Por si ta përdorni sodën e bukës edhe në produktet e pastrimit? Soda e bukës është një zgjedhje efektive për të hequr mbetjet e pesticidet nga frutat dhe perimet. Gjithçka që duhet të bëni është të shtoni disa lugë çaj sodë buke në lavamanin me ujë dhe më pas të lani produktet. Largoni aromat nga frigoriferi. Soda e bukës gjithashtu është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendosni një pako të hapur me sodë buke në frigorifer ose në vendet ku keni shumë myk. Do të thithë të gjitha aromat të lagështisë dhe do ju ndihmojë që të mbani larg këto shqetësime. Përdorime të tilla të sodës së bukës do të jenë alternativa të çmuara edhe për mbajtjen larg të erave të këqija. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një rifreskuese e peshqirëve tuaj. Vetitë e deodorantit të sodës së bukës mund të funksionojnë gjithashtu edhe për të thithur të gjitha aromat siç janë për shembull peshqirët. Nëse keni nevojë të freskoni peshqirin, mund të vendosni një gjysmë filxhani me sodë buke bashkë me detergjentin e zakonshëm të rrobave për të hequr kështu aromat e forta dhe papastërtitë e tyre. Soda e bukës është gjithashtu një pastruese shumë e mirë e bijuterive. Nëse keni bizhu argjendi, mund t'i lani dhe t'i pastroni ato me ndihmën e sodës së bukës dhe me ujë të nxehtë, dhe më pas t'i pastroni ato me një leckë të butë. Largoni njollat e tapetit duke përdorur sodën e bukës. Nëse keni njolla në tapetin tuaj, mund të largoni ato duke hedhur sodë buke. Mund të shtoni gjithashtu edhe pak uthull. I lini të thaë dhe më pas e pastroni ato me fshes me koren. Këto janë metoda alternative të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike, sidomos edhe në largimin e papastërtive dhe gjithashtu erave të këqija. Për sa kohë, soda e bukës përdoret nën kujdesin e duhur dhe në mënyra të duhura, atëherë përgatituni të merrni përfitimet e saj edhe në këto aspekte. Për shumë prej nesh, soda e bukës është thjesht një përbërës që i shtohet ëmbëlsirave dhe disa gatimeve të tjera, por nuk duhet të jetë kështu. Ndoshta disa të tjerë përdorin atë edhe për pastrim, por ka edhe femra që e njohin fuqinë e këtij pluri magjik edhe në fushën e bukurisë. Maskat me përbërës bazë sodën e bukës e bëjnë lëkurën tuaj të jetë më e bukur, më e butë dhe të shkëlqejë gjithashtu. Soda e bukës është një alternativë shumë e shëndetshme edhe për flokën tuaj, dhe ndikimet që do t'i jap atij do ta kthejnë atë në një prej recetave më fantastike në luftën kundër këtyre shqetësimeve. Pirja e një gote me një gjysmë lugë çaji sodë buke të tritur në të mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër një sër komplikacionesh. Ndaj, përdorimet të tilla të saj do të jenë alternativat tuaja më të mira në aspekt të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Soda e bukës është një alternativë e çmuar dhe përdorimi i saj me kujdes dhe në mënyrën e duhur mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni ta përdorni atë si duhet dhe përgatituni të merrni përfitimet e saj mbreslënse. Vetëm nëse merrni medikamente të caktuara ose bëni trajtime të ndryshme në dobi të shëndetit, përpara përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.